Nëse ndahen dy të fijuar, çfarë gjykimi ka mehri që ka marrë vajza dhe po ashtu dhuratat? Po, në lidhje me këtë mesele, gjykimi i saj varet nga ai i cili e kërkon ndarjen. Nëse ndarjen e kërkon vajza dhe nga kjo lidhje nuk është konsumuar asgjë, qoftë edhe veçim mes tyre nuk ka patur, atëherë ajo humbet të drejten edhe te mehri, edhe tek dhuratat me vlerë që ka marrë dhe që të gjitha duhet t'i kthej. E nëse ndarjen e kërkon djali, atëherë ai humbet të drejten tek gjysma e mehrit që gjysmën tjetër e merr vajza dhe humbet të drejten gjithashtu dhe tek dhuratat. Ky lloj gjykimi është gjykimi i shumicës së gjykatave islame në vendet islame dhe është gjykimi marrë nga shariati islam. Mirë po, nëse nga kjo lidhje ka patur qoftë edhe veçim, atëherë gjykimi ndryshon. Nëse ndarjen e kërkon vajza, atëherë ajo kthen vetëm mehrin dhe jo dhuratat, e nëse ndarjen e kërkon djali, atëherë ai nuk mund të rikthej asgjë prej tyre dhe siç e thash, ky është gjykimi që gjykojnë gjykatat e vendeve islame dhe është gjykim i marrë nga shariati islam.